Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ këtu në studion e Blu Televizion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anulimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. Mësohet se vendimi është marrë pas skadimit të afateve të përcaktuara në kontratë për përfundimin e punimeve në aeroport. Ndërkohë, biznesmeni Behgjet Pacolli ka paralajmëruar arbitrazh ndërkombëtar ndaj shtetit shqiptar. Proceset e gjata gjyqësore midis dy firmave koncesionare MAPCO SHPK dhe 2A Group për veprën e aeroportit të Vlorës kanë bërë që Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës të nisë procedurat për anulimin e këtij koncesionari. Sipas informacioneve, aeroporti i Vlorës duhet ishte gati në shkurt të vitit 2026, megjithatë, punimet nuk përfunduan. Për këtë, Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi la një afat 90 ditor për përfundimin e punimeve, por sërish përfundimi i aeroportit nuk u realizua. Gjithashtu sërish Ministria përkatëse la një afat 30 ditor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet dy firmave përkatëse, MAPCO SHPK dhe 2A Group, por sërish të dyja firmat vijnë të jenë ende në procese gjyqësore. Për këtë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anulimin e koncesionarit të Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se vendimi është marrë pas skadimit të afateve të përcaktuara në kontratë për përfundimin e punimeve në aeroport. Punimet në aeroportin e Vlorës duhet të përfundonin në shkurt të vitit 2026. Pas të kalimit të këtij afati, kontrata parashikonte një periudhë shtesë prej 90 ditësh për përfundimin e punimeve. Por edhe ky afat ka skaduar pa u bërë mundur përfundimi i aeroportit. Sipas burimeve, një prej shkaqeve kryesore të vonesave lidhet me mosmarrëveshjet mes dy kompanive të përfshira në koncesion, MAPCO, e drejtuar nga biznesmeni Behgjet Pacolli, dhe 2A Group, e drejtuar nga Valon Ademi. Prej fundit të vitit të kaluar, dy palët janë përfshirë në një seri përplasjesh dhe procedurash ligjore lidhur me pronësinë dhe përqindjen e aksioneve në koncesionin e aeroportit të Vlorës. Në muajin maj, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi u kishte vendosur palëve një ultimatum prej 30 ditësh për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zhbllokimin e situatës në kantier, por pavarësisht këtij ultimatumi, konflikti mes dy kompanive nuk është zgjidhur. Përkundrazi, mosmarrëveshjet janë thelluar duke çuar tashmë në nisjen e procedurave për zgjidhjen e parakohshme të kontratës koncesionare. Burimet bëjnë me dije gjithashtu se ndaj kompanive kontraktuese janë vendosur dhe gjoba për vonesat në përfundimin e punimeve. Një nga skenarët që po shërtohet është marrja në administrim nga shteti i aeroportit të Vlorës. Megjithatë, ky proces pritet të jetë i gjatë, pasi kërkon ndjekjen e një sër procedurash ligjore dhe kontraktuale. Ndërkohë, biznesmeni Behgjet Pacolli ka paralajmëruar më herët nisjen e procedurave për arbitrazh ndërkombëtar ndaj shtetit shqiptar, duke pretenduar se institucionet shqiptare nuk kanë ndërhyrë për të zhbllokuar situatën dhe për të mundësuar vijimin e punimeve në aeroport. Tashmë pritet që procedurat e nisura nga qeveria shqiptare të përcaktojnë fatin e koncesionit dhe mënyrën se si do të vijojë administrimi dhe përfundimi i aeroportit të Vlorës. Qytetarët e Vlorës e shohin si shqetësues fenomenin e shtimit në numër të aksidenteve rrugore që ndikohet sipas tyre edhe nga bipopullimi i rrugëve, veçanërisht në sezonin veror. Sipas tyre duhen kontrolle më të repta dhe ndëshkime pa pasur selektime për shkelësit e kodit rrugor. Një aksident me pasojë humbje në jetës në Llogora, një vajzë aksidentuar në vijat e bardha në Transballkanike, 3 të rinj që kanë humbur jetën në Sarandë dhe Ksamil, si dhe disa të lënduar. Ky është bilanci tragjik i aksidenteve rrugore përgjatë muajit korrik. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësues fenomenin e shtimit në numër të aksidenteve rrugore, që ndikohet sipas tyre dhe nga mbipopullimi i rrugëve, veçanërisht në sezonin veror. Aksidentet e shumta në numër sipas qytetarëve shkaktohen nga mosbatimi i kodit rrugor, por në to ndikojnë edhe fenomene të tjera, si mungesa e sinjalistikës apo dhe vetë këmbësorët. Ata shprehen se për të pakësuar aksidentet rrugore duhen kontrolle më të repta dhe të gjithë ata që shkelin kodin rrugor të ndëshkohen pa pasur selektime. Shkon re një shtim i aksidenteve rrugore
rrugore në barë vendi, këto e ke pas si fenomen apo jo? Po ndoshta është edhe nga shtrëngesa e makinave që ka shumë, që kanë ardhur refugjatët e kjo e bën më të vështirë. Si e si fenomen rritjen e numrit të aksidenteve? Është negativ dhe a duhet parandaluar? Po unë du ta parandaloj këtë tani. Jo, them, çfarë mendoni ju? Duhet të ndërhyjmë për ta parandaluar? Po ato i shikon dhe shteti më mirë se neve, dhe e din dhe më mirë, ka studiu sa më të mirë se ne. Nga vijnë aksidentet? Nga mendon se shkakton? Po unë them nga shtrëngesa, se nuk ka ndonjë gjë tjetër, një faktor tjetër. Po dhe drejtuesve, po edhe shtrëngesa, se ka shumë shtrëngesë tani, ti e ke radhën në maj. Ku të venë njerëzit tani? Duhet zbatuar më mirë kodin rrugor? Po pa tjetër, të gjithë. Po ne e zbatojmë, se jashtë ne jemi shumë të aftë, jemi shumë të zotë, pse këtu mos të zbatojmë? Duhet ndryshoj diçka dhe të dhënia e patentave, mendon se Po ndoshta edhe kjo mund të jetë një faktor. Ndoshta edhe kjo mund të jetë. besoj i ke dëgjuar lajme që vetëm për këto flasin. Si Po s'kam televizor shtëpi fare. Po mirë, po ta them unë. Janë shtuar aksidente rrugore E po ç't bëjmë më janë shtu ti hek. Jo, Po qa? si e mendon, si e komenton? Pse vjen? Unë e komentoj, Pse ka shumë aksidente? unë do të komentoj. Po. Besimi të prurë të vetvetja. Besim të prurë. Unë jam shofer, shteti nuk punon, se ky shkëllqyrim kësaj, pa ne vujmë ne nga kjo punë në ormik. Nuk jemi shtet i vogël, njihim në infrashje me Skënderbeun. Po su bë diçka, praktike kjo është, lera që miku im, stop, kam filanin. A zbatohet kodi rrugor si Po, duhet? Do me di për kodë rrugore. Rrugoplleti ky popull i vështirë, është shumë i vështirë. Dikojnë pjet alkoolike apo Morë, ai specia? pi drogë, alkool, çfarë ti bështi? Po? Shke që i bën aty, do pi drogë, alkool, ai është demokraci, ha, hi, kuptoj që bëhet këtë. Nuk shikoj. Duhet të ndryshoj kjo gjë gjatë. Ora të ndryshoj prapë, shqiptarët e populli vogël, dalin shumë afër, nuk bëjnë dot çfarë zakonisht. Jo, miku im thotë, të riqet e, kuptoj. Duhet popull homogen. Për amerikanët nuk kanë histori shtet, ama të nordin. Fusin me përjet kohë. Po mendon se duhet filloj dhe që nga patentat, ajo është haja, si e merr makinë? Jo, ai le dali pilot, ai kur mëson makinën bën dëm. Ku se mëson ka frikë, të thashë po, besimit të prurë të vetvetja. Po kuptoj dhe kjo është kësoja. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Dhe nuk e di nëse e ke dëgjuar, por ditët e fundit ka një shtim të madh të numrit të aksidenteve rrugore. Pse mendon se vjen kjo gjë? Mas pakujdesia. Pakujdesia. Po. Çfarë ke vënë re këtu, për shumë për sa ditë je, a zbatohet kodi rrugor, a bëhet? Jo. Njerëzit kalojnë me të kuq, edhe se në përkryqëzime janë quar disa semafor, nuk i respektojnë semafort, kalojnë me të kuq, makinat kalojnë me të kuqe, zero. Me Po pak vetë fjalë. shoferët, Shoferët janë njësha fare. ti për shumë aty ku jeton, si është situata? Është shumë Unë jetoj në Kanada, situata është shumë e mirë. ka Rrugët me s'krasohet. Jo Shqipëria, po as Italia. S'krasohet. Rrugët janë të gjera, të bollshme. Çfarë jep ti nga eksperienca? Nuk e vënë. Qytetet e bregdetare u trenfishohet popullsia Bearit gjatë stinës së plazhit. Dhe rrugë janë të ngushta, janë pak, trafiku është i madh. Kështu që po. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Sezoni veror dhe mbipopullimi i rrugëve ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve dhe në qytete të tjera në rang vendi, sidomos në ato bregdetare. Disa viktima dhe shumë të plagosur është bilanci i tyre në Shqipëri përgjatë korrikut. 2 operacione kërkim shpëtimi janë zhvilluar brenda pak orësh në zonat malore të jugut, pasi 2 grupe turistësh të huaj humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar në terrene të vështira. Rasti i parë u regjistruar në malin e Çikës, ndërsa tjetri në zonën e Gjipes.
Dy operacione shpëtimi brenda pak orësh turistët humbin orientimin në malet e jugut. Nga mali Çikës në Gjipe, strukturat e kërkim shpëtimit në terren përballen me raste të përsëritura të turistëve të humbur. Dy operacione kërkim shpëtimi janë zhvilluar brenda pak orësh në zonat malore të jugut, pasi dy grupe turistësh të huaj humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar në terrene të vështira. Rasti i parë u regjistrua në malin e Çikës, ku 3 turistë gjerman dhanë sinjalin SOS, pasi humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar mes shkëmbimeve. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe në të u angazhuan efektiv të njësisë speciale Delta, shërbimet e policisë së Vlorës dhe punonjës të administratës së zonave të mbrojtura. Për shkak të terrenit të thyer në operacion u përfshi dhe një helikopter. Pas lokalizimit, 3 turistët u nxorën nga zona e vështirë dhe u transportuan drejt qendrës shëndetësore të Palasës, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Fatmirësisht ata janë jashtë rrezikut për jetën. Por ndërsa operacioni në malin e Çikës sapo kishte përfunduar, strukturat e kërkim shpëtimit u përballën me një tjetër emergjencë, këtë herë në Gjipe. Një baba holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur kishin humbur orientimin në zonën malore. Pas marrjes së njoftimit, efektivët e njësisë speciale Delta nisën menjëherë kontrollet në terren për gjetjen e turistëve. Pas kërkimeve, 3 shtetasit holandez u lokalizuan dhe u nxorën nga terreni i vështirë. Ata morën ndihmën e parë në vendngjarje dhe sipas informacionit paraprak janë në gjendje të mirë shëndetësore. Më pas u transportuan drejt spitalit për një kontroll më të specializuar. Dy operacionet brenda pak orësh rikthejnë në vëmendje vështirësitë që hasin turistët që eksplorojnë zonat malore të jugut të vendit. Mali Çikës dhe zona e Gjipes janë kthyer në destinacione të preferuara për turistët që kërkojnë të eksplorojnë natyrën, por terrenit e pisur, zonat shkëmbore dhe vështirësia për të orientuar në disa segmente i kthejnë këto eksplorime në situata emergjente. Vetëm ditët e fundit strukturat e kërkim shpëtimit janë angazhuar disa herë për turistë që kanë humbur orientimin në këto zona. Rastet e përsëritura ngren pikpyetje dhe për nevojën e forcimit të sinjalistikës dhe informimit të turistëve për rrezikun që paraqesin disa prej shtigjeve malore. Në 2 rastet e fundit, ndërhyrja në kohë e strukturave të emergjencës dhe njësisë speciale Delta bëri të mundur që turistët të nxiren nga terreni dhe operacionet të përfundonin pa pasoja të rënda. Një muaj pasur me aktivitete, kështu e quan korikun kuratoria e Galerisë së Arteve Ermelinda Xhebro, sipas së cilës organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë, shumë evente kulturore artistike kanë rezultuar më shumë se sa të suksesshme, pasi kanë tërhequr vëmendjen si të artdashësve vlonjat, ashtu edhe turistëve të huaj. Muaj korik në Qendrën Kulturore Vlorë ka qenë një muaj ngjeshur me aktivitete. Ermelinda Xhebro, kuratore e Galerisë së Arteve, thotë se përgjatë korikut, në Galerinë e Arteve janë zhvilluar një sër eventesh, duke nisur nga ato festive deri tek ekspozitat. Sipas Xhebros, përgjatë korikut, një sukses të madh kanë pasur kryesisht ekspozitat me piktura të artistëve vlonjat, të cilat kanë qenë të shumta dhe janë zhvilluar në Galerinë e Arteve. Qendra Kulturore Vlorë ka mbyllur një prej muajve më të rëndësishëm atë sezonit veror dhe kryesisht muaji korik ku ka dhe shumë turistë të huaj që vizitojnë vendin. Si mbyllur muaj korik? Ka pasur për ju le themi arritje të qëllimit? Po, muaj korik ka qenë një muaj me shumë aktivitete, një muaj ngjeshur me aktivitete të jashtme, po i quaj aktivitete në sheshe, që janë koncerte, aktivitete për fëmijë, gjithashtu dhe aktivitetet që ne i organizojmë brenda, që janë më së shumti të galerisë. Galeria ka patur 2 aktivitete të rëndësishme gjatë muajit korik. Aktiviteti i parë ka qenë i 2 artistëve vlonjat, që ka qenë Fabian Muhameti dhe Kristaq Pavli. Të 2 artistët vendosën që të bashkëpunonin për të hapur një ekspozitë në galerinë tonë dhe ekspozita e tyre rezultoi mjaft e suksesshme. Gjithashtu në muajin korik ishte pjesë e galerisë artisti Libran Drami, i cili erdhi me ekspozitën e tij Lashtësi greke. Ishte një ekspozitë ndryshe nga çfarë kemi parë muajt e fundit dhe ishte mjaft e vlerësuar dhe interesante. Xhebro thotë se pjesë e shikuesve këtë sezon veror nuk kanë qenë vetëm artdashësit vlonjat, por edhe turistë të huaj nga vende të ndryshme të botës. Ju ka kënaqur pjesëmarrja le themi e publikut dhe ka pasur të huaj të cilët i kanë vizituar këtë aktivitet apo ekspozita? Pjesa më interesante e muajit korik, kjo ka qenë sepse ka patur më shumë pranishmëri të turistëve të huaj, të cilët kanë parë njoftimet edhe online, po edhe me grupet e tyre që njohin, të cilët kanë miqtë e tyre apo të njohurit e tyre në qytet. Kjo ka qenë ajo risia e korikut, pra pjesëmarrja më e madhe e turistëve.
Sipas Ermelinda Gjebros, edhe përgjatë gushtit aktivitetet të tjera në sheshe, por edhe në sallat të mbyllura do të zhvillohen nga Qendra e Kulturës Vlorë. Duke renditur disa prej tyre, ajo ka një ftesë për publikun vlonjat dhe jo vetëm, që të bëhen pjesë. Ndërkohë jemi në muajin e gusht, një tjetër muaj i rëndësishëm i sezonit veror. Çfarë keni parashikuar në Bimësi? Muaji i gusht do të vijojë sërish me shumë aktivitete, përderisa është një muaj që akoma më shumë ka prurje turistësh. Koncerte të ndryshme në shesh, të organizuar nga Bashkia dhe Qendra Kulturore, cirk për fëmijë në ditë të ndryshme, gjithashtu dhe ato janë në sheshe. Nga pjesa e galerisë, ne kemi qelur një ekspozit ditën e djeshme, qelim një ekspozit të artistes Irena Sota. Irena është një artiste ose piktore, po i quaj amatore, nuk është profesioniste, por Irena është shumë e mirë në pikturë, siç e shikoni dhe nga pikturat që ndodhen pas meje. Gjithashtu, në muajin gusht do të kemi një ekspozit tjetër të dy artistëve, Roland Harizi dhe Eda Mollaj. Rolandi dhe Eda kanë marrë pjesë në një ekspozit para pak muajsh në galeri dhe pasi ngelën shumë të kënaqur dhe të vlerësuar, vendosën që të vinë sërish. Ekspozita e tyre do të çelet në datën 12 dhe shpresojmë dhe presim një pranishmëri të njerëzve të lartë. Keni një mesazh për gjithë ata të cilët le të themi ftoni që të bëjnë pjesë? Po, patjetër, të gjithë qytetarët, pse jo dhe turistët dhe emigrantët, po i quaj që kthehen në vendlindjet në këtë muaj, mund të shikojnë në faqet tona online, të shikojnë njoftimet, kalendarin ton dhe të interesohen për të gjitha aktivitetet që ne zhvillojmë. Dhe ata të marrin pjesë dhe të shikojnë një pjesë të kulturës së Vlorës dhe të ngelen të kënaqur dhe të marrin një vlerë më tepër gjatë pushimeve të tyre. Koncerte, aktivitete sportive në sheshet kryesore, teatri i kukullave, ekspozita në pikturë, aktivitete në bibliotekën kryesore kushtuar librit, janë disa prej aktiviteteve të ndryshme të parashikuara nga Qendra e Kulturës Vlorë për gjatë muajit gusht. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.